fakt, javën që vjen do të fillojmë disa tema të veçanta në lidhje me marrëdhëniet. Do të jemi për disa javë duke mësuar këshillën e Zotit sa i takon kësaj fushë. Lidhjet, paramartesa, pastaj do ta konkludojmë në datën 7 dhe 8 mars, kështu kemi menduar me një konferencë për çiftet. Unë me të vërtet mezi pres për këto gjëra që do të shohim gjatë këtyre javëve, me thënë drejtën, por do të fillojmë sot në fakt me një duke parë nga fjala e Perëndis, duke shtruar pak themelin në lidhje me çka na pret pastaj në fushën e marrëdhënieve. Dakor, kështu që mësimi i sotshëm është me të vërtet i nevojshëm për secilin prej unë mezi pres për këtë që do të shohim sot. Po do ta filloja me këtë së pari. A keni ndjerë ndonjëherë atë zbraztin gryse nga ana shpirtërore? Edhe jeta shpirtërore ju duket me të vërtetë si një puzzle ku pjesa qendrore duket sikur mungon. Nuk po e sa i disni dot si është puna. Në fakt, sa më shumë përpiqeni, sa më shumë luteni, ju duket sikur se ç'mungon aty. Se ç'mungon aty në mes. Edhe ne jetojmë sot në një epokë suplementesh apo jo, kur shkojnë që të blesh ushqime, të thonë dëgjoj se ke nevojë për ca vitamina shtesë. Në qoftë se shkon në palestër të thonë ke nevojë për proteina shtesë, që përballosh ato që duhet përballosh. Edhe fatkeqësisht kjo mendësi ka hyrë edhe në krishterimin modern, sepse shpesh ne dëgjojmë mesazhe të tilla edhe të koduara, ndonjëherë që dëgjoj, ti besosh Krishtit, është gjë e mirë dhe lavdi Zotit për Krishtin, aty është fillimi, por nëse do me të vërtet je shumë i bekuar, atëherë duhet të shtosh diçka. Duhet të shtosh diçka. Plotësia në Krishtin, kjo që do të shohim sot nga Kolosianët 2, vargjet 9 dhe 10, me të vërtetë unë do ta quaja një traktat teologjik, por edhe pastoral, me thënë drejtën, sa i takon besimit që ne duhet kemi, te ajo që duhet ta quajmë ashtu siç e meriton në fjalën e Zotit, mjaftueshmëria në Krishtin. A mjafton Jezusi për ne? Sinqerisht, le të mendojmë pak se cili prej nesh dhe do t'i përgjigjemi kësaj pyetje sot. Sepse te Kolosianët kapitulli 2 vargjet 9 dhe 10 thuhet, sepse në të banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnis dhe ju jeni mbushur në të. A është e vërtet kjo praktikisht për ne? I cili është kreu i çdo principate dhe pushteti. Letra e Kolosianëve është një letër shumë kontemporane, me thënë drejtën, edhe apostulli Paul në frymëzimin e frymës së shenjtë, ai bën një lidhje midis kishës në Kolos dhe kishës në Laodice. Interesant ishin dy kisha, edhe secila prej tyre duhet të lexonte letrën e shkruar nga Pali, qoftë për Laodicen edhe qoftë për kishën në Kolos. Shumë interesante kjo dhe ne dim që ne jemi sot kisha në kohën e Laodices, sipas zbulesës kapitulli 3. Edhe me të vërtet, nga këto gjëra që ne do të shohim pikërisht te Kolosianët kapitulli 2 sot, në këto dy vargje, ne mund të mësojmë gjëra me të vërtet shumë të rëndësishme sa i takon betejave tona shpirtërore në kohën e sotme, aty, pra në vitin 2026, që sapo e kemi filluar. Sepse fjala e Zotit është e pakufizuar. Amen. Ka dhe një zbatim në kohë sigurisht, edhe ne mund të mësojmë mësime shumë të vyera. Nga të dhënat biblike, letra drejtuar Kolosianëve, kishte udhëzime që të lexohej në Laodice. Për shembull te Kolosianët kapitulli 4 dhe vargu 16 Pali thotë, dhe mbasi ti të lexuar letra ndër ju, bëni që të lexohet edhe në kishën Laodices dhe ju të lexoni edhe atë të Laodices. Interesante, një gjë e tillë. Laodicea njihej për pasurinë, njihej për vetë mjaftueshmërinë e saj. Si ta dim në një gjë të tillë? Po, në fjalën e Zotit është shkruar, ja për shembull, tek ku jemi këtu? Tek zbulesa kapitulli 3, shikoni me vëmendje, sepse ti thua, edhe i drejtohet kishës në Laodice, Jezu Krishti, jam i pasur, jam i pasuruar dhe s'kam nevojë për asgjë. Dhe nuk e di se je qyqar dhe miran dhe i varpër dhe i verbër dhe i zhveshur. Kisha në Laodice kishte këtë problem, prandaj Pali ishte i shqetësuar, sepse midis tyre qarkullonin filozofi, të cilat ishin të rreme, sipas elementëve të botës, të cilat thoshin që dëgjoj, ke nevojë për diçka më shumë se sa Krishtin. Ato gjërat të plotësojnë. Kjo ishte.
Edhe prandaj Pali tha, unë nuk dua që ju të mashtroheni nga filozofitë njerëzore që premtojnë plotësi jashtë Krishtit. Referenca është ndaj filozofisë dhe mashtrimeve të rreme. Për shembull, shikoni te Kolosianët 2:8, ky është një varg para pasazhit që po studiojmë ne. Shikoni, në vargun 8 thuhet, tregoni kujdes se mos ndokush ju bën pre të tij, thot, me anë të filozofisë dhe me mashtrime të kota, vinë re fjalët, sipas traditës së njerëzve, sipas elementeve të botës dhe jo sipas Krishtit. Pra Pali është shumë definitiv në komunikimin e tij. Edhe me të vërtet kjo është thelbësore sepse ujku mjergull do, apo jo, ne kemi atë shprehjen popullore, ujku mjergull do. Edhe për sa kohë në një ambient, në një mjedis besimtarësh, nuk ka qartësi nga fjala e Zotit. Ta dini që delet e Perëndis do të qëndrojnë në mjegull e do të jenë pre lehtë për frikën, për bestytnitë dhe për filozofitë e kota që Pali përmend në vargun 8. Ne duhet lejojmë dritën e Zotit që ta davaris mjegullën, që bota krijon rreth nesh. Edhe në fakt të gjithë ju e keni provuar, ndoshta nëse jeni prind, keni blerë në një kuti që është me një lodër brenda dhe duhet që ju ta montoni, ta ngrini në këmbë. Mund të jetë një fushë futbolli, mund të jetë një lodër tjetër, ose ndoshta s'ka ndodhur kjo, por keni marrë një tavolinë që duhet ta montosh vetë tek një supermarket, edhe aty brenda për shembull gjen në kutinë që blen, sido që të jetë ajo, gjen një manual edhe pjesët brenda kutisë. Edhe kur ti merr manualin dhe e lexon edhe shikon që aty në kuti gjenden të gjitha gjërat që janë të nevojshme për të ngritur në këmbë atë lodër apo atë tavolinë, çfarëdo që të jetë ajo që ke bler. Edhe asnjë gjë nuk është tepër, asnjë gjë nuk mungon. Interesante një gjë e tillë për të bërë këtë lidhje, sepse kështu është dhe me Krishtin, ne jemi të plot në të, ashtu si kutia kishte gjithçka që duhej. Besimtari në momentin e shpëtimit, ne si besimtar marrim çdo gjë që kemi nevojë. Për shembull te Efezianët kapitulli 1 dhe vargu 3 thotë, bekuar qoftë Perëndia, thot Pali, dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore. Në Krishtin ne kemi gjithçka që kemi nevojë për të plotësuar atë që Zoti projektoi për jetën e secilit prej nesh. E kemi marrë tashmë në momentin e shpëtimit. Nuk ka asgjë më shumë se ç'na duhet dhe nuk na mungon asgjë. Pra është gjithçka që na duhet. Nuk kemi nevojë për filozofi, për psikik, për priftërinj, ne kemi gjithçka që kemi nevojë në Krishtin. A keni nevojë? A doni një filozofi të duhur? Kjo është. Në fakt shikoni te Kolosianët kapitulli 1 vargu 16 dhe 17 thuhet, sepse në të u krijuan të gjitha. Në të ku? Në Krishtin. U krijuan të gjitha. Ato që janë në qiell dhe ato që janë mbi dhe, ato që duken dhe ato që nuk duken. Frone, zotrime, principata dhe pushtete, shikoni pra këto dy fjalë që është si një dualitet midis këtyre dy entiteteve, principata dhe pushtete, do ta shohim dhe më pas. Të gjitha janë krijuar me anë të tij, thot, me anë të Krishtit dhe ndaj tij. Ai është përpara të gjithave dhe të gjitha qëndrojnë, thot, nëpërmjet tij. Shikoni Krishti, kush është? Shikoni çfarë atributesh që na paraqet këtu apostulli Paul për Jezu Krishti është parimi lidhës i unitetit. Ai është person, sepse është Perëndia, por ai lidh çdo gjë, nëse ti e nxjerr Krishtin nga universi, ke humbur çdo gjë. Ke humbur çdo gjë. Ai është krijuesi, jo vetëm që ai është krijuesi. Ai është mbajtësi me fjalë të tjera, jo vetëm krijuesi. Nuk është që Zoti krijoi gjithçka dhe iku. U fshe atje në qiellin e tretë. Jo, ai është mbajtësi i universit. Ai është mbajtësi i universit. Edhe Krishti nuk është thjesht krijuesi. Ai krijoi gjithçka dhe nuk ka asnjë shpjegim për këtë jashtë Krishtit. Ai është plotësia e Perëndisë. Me anë të tij ne kuptojmë jetën, me anë të Krishtit. Le të flasim tani për plotësinë e Krishtit. Shikoni vargun e parë që po studiojmë sot. Kolosianët kapitulli 2 edhe vargun 9. Vargun 8 ne e lexuam, tregoni kujdes se mos dikush ju bën prenë e tij, me anë të filozofisë, mashtrimeve të rreme, elementeve të botës dhe jo sipas Krishtit, apo jo, pak a shumë e perifrazova atë vargun. Edhe këtu thot, sepse në të banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnisë. Pali po thot, arsyeja pse çdo filozofi njerëzore është e rrezikshme. Jashtë Krishtit, ky është kuptimi, është sepse Krishti është gjithçka.
Let mos e harrojmë këtë gjë, po të kapemi pas kësaj, sepse nëse Krishti përmban gjithë hyjnin, ashtu siç e lexojmë këtu. Nëse Krishti përmban gjithë hyjnin, po ta shpreh me këtë fjalë, atëherë çdo sistem që kërkon të shtojë diçka te Krishti, qoftë traditë, qoftë rregulla, qoftë ëngjëj, siç thuhet në kontekst të Kolosianët 2, qoftë asketizëm, siç thuhet më poshtë, që dikush që t'i pëlqej Zoti duhet që të heq dorë nga kjo dhe ajo dhe gjëra të tilla të kësaj natyre. Në fakt po ofron më pak se Krishti, dhe kjo është logjika e përjashtimit, që mjaftueshmëria e Krishtit i bën alternativat të panevojshme jashtë ti. Prandaj është e rëndësishme ajo që Pali thotë, sepse në të banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnisë. Si ta kuptojmë një gjë të tillë? Në fakt njeriu përpiqet që ta zbresë Krishtin në nivelin e tij. Gjatë historisë të këtyre 2000 viteve ka pasur dy qasje ndaj Jezu Krishtit. Edhe me të drejtë, sepse njerëzit duke u nisur nga natyra e tij, atëherë më njëherë dalin në konkluzione. Por unë e dim shumë mirë që Jezusi e bëri të qartë që ai ishte 100% Perëndi. Amen. Perëndia në mish. Po nga ana tjetër ai ishte 100% njeri. Edhe njerëzit tani gjatë këtyre epokave janë qasur Jezusit në këtë mënyrë. Disa prej njerëzve, po them disa, po i quaj një grup njerëzish, i është qasur Krishtit si hyjnor. Edhe në pikturat që shohin njerëzit nëpër kisha, po edhe nëpër muzeume të ndryshme, paraqitet Krishti hyjnor. Në ngjasi me Perëndin. Edhe duket se njeriu e ka shumë të vështirë t'i afrohet dikujt që është i shenjtë si Krishti. Kështu e paraqesin disa. Të tjerë thonë, për shembull interesante, që Krishti ishte njeri edhe ai u bë Perëndi në momentin që fryma e shenjtë zbriti, kur ai u pagzua. Ju kujtohet për shembull që në trajtën e një plumbi u shfaq fryma e Zotit, domethënë interesante. Edhe derisa e la fryma në kryq. Jo, në fakt, nuk është kështu. Ne dim që në Krishtin plotësia e hyjnisë ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë. Thjesht pas pagëzimit u tregua publikisht si një lloj certifikimi që filloi shërbimi publik i Krishtit, po kjo nuk do të thotë që Jezusi përpara, domethënë gjatë atyre 30 viteve nuk ishte Perëndia në mish. Jemi të qartë, domethënë shumë e rëndësishme për ta kuptuar një gjë e tillë domethënë. Kështu që nuk është ndryshe sot, akoma e bëjmë Jezusin që të duket shumë njerëzor. Njerëzit shpesh mendojnë për të duke ignoruar, duke lënë mënjan, le ta them kështu, megjithëse fjala ignorim është e durra në këtë kontekst. Shenjtërinë e tij. Sa i madh është ai, edhe kush është ai? Ka njerëz që sillen me Jezusin duke e konsideruar si ai bosi nga kozmosi, për shembull, apo plago, ose e quajnë si një diçka me një term derogativ. Nuk kuptojnë realisht se sa i shenjtë është ai dhe kush është ai. Edhe arrin dhe zhvleftësojnë personin e tij. Kur tek Gjoni kapitulli i parë ne dim shumë mirë, thuhet në fillim ishte fjala, fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi, thotë fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne. Dhe ne sot ditëm lavdinë e tij si lavdia të vetëm lindurit nga Ati, plot hir dhe të vërtetë. Askush se pa Perëndin kur, i vetëm lindur i birë që është në gjirin e Atit, ai e bëri të njohur. Pra Gjoni konfirmon se Jezusi është vetmja rrugë për të njohur Atin e padukshëm. Pse? Sepse në të banon trupërisht tërë plotësia e hyjnisë. Ashtu si Zoti na bëri ne trup, frymë dhe shpirt, ne e kuptojmë, edhe Perëndia është trajta e dukshme e Perëndisë, që është Krishti, është shpirti që është Perëndia atë, këtë ilustron edhe fryma që është fryma e shenjtë, ashtu siç njeriu është një trikotomi, është trup, frymë dhe shpirt. E letër parë Thesalonikasve, kapitulli 5, thuhet një gjë e tillë. Atëherë ashtu Zoti e bëri njeriu në shëmbulltyrën e tij, edhe në këtë kuptim prandaj është trinia, apo jo? Ati, Biri dhe fryma e shenjtë. Dhe këta të tre janë një. Pra e kuptojmë një gjë të tillë, kështu që kjo është e rëndësishme që ta pranojmë. Prandaj te Gjoni 14, shikoni pak, në vargun 8 dhe 9, Jezusi ishte me dishepujt, është një pasazh i njohur, edhe Filipi i tha, Zot, na trego Atin dhe na mjafton. Hiç asgjë. Na trego Atin dhe na mjafton. Edhe Jezusi i tha, ka kaq kohë që un jam me ju dhe ti nuk më ke njohur, o Filip? Ka kaq kohë që jam me ju, edhe thot, kush më ka parë mua, ka parë Atin, si vallë po thua. Na e trego Atin. Pra, ai është
trupërisht plotësia e hynis. Në qoftë se do ta thosha me terma njerëzor, do të thosha që nuk ka asnjë grimc ose thërmi nga hynia. Nuk ka cilësi, veti, urtësi, virtyt që të gjendet jashtë Krishtit. Dakor? Pra në të banon trupërisht gjithë plotësia e hynis, ashtu si thuhet në fjalën e Zotit. Plotësia është në Krishtin. Atëherë nuk ka nevojë të shkosh tek engjëjt për mbrojtje, sepse fuqia e tyre vjen nga Krishti. Nuk ka nevojë të kërkosh një uri sekrete diku tjetër, sepse në të janë fshehur të gjitha thesaret e urtësisë dhe të njohjes. Amen. Në Krishtin janë fshehur. Ai është Perëndia. Ai është plotësia e Perëndisë. Tek Efezianët kapitulli i parë dhe vargu 22-23 thuhet dhe vuri gjithçka në këmbët e tij dhe përmbi çdo gjë ja dha për krye kishës, e cila është trupi i tij, kisha është trupi i tij, plotësia e atij që mbush gjithçka në të gjitha. Plotësia e atij që mbush gjithçka në të gjithë. Në të gjitha gjërat, ashtu siç thuhet në fjalën e Perëndisë. Te Efezianët 3 edhe vargu 19 thuhet dhe ta njihni dashurinë e Krishtit që te kalon çdo njohuri, që të mbusheni në gjithë plotësinë e Perëndisë. Ta përjetoni plotësinë e Perëndisë në jetën tuaj. A doni një filozofi të dur, të vërtet, ja kjo është. Le të jetë Jezusi, Zoti i jetës tonë. Ai duhet të mbush jetën tonë. Ai që është trupërisht plotësia e hynisë, do të mbush jetën tonë. Ky është vullneti i Zotit. Çdo gjë tjetër është e rreme. Ai është i vërteti. Ai duhet të mbush jetën tonë. Njerëzit mendojnë që Zoti është si ata. Thonë, me që njeriu është i shkujdesur edhe Zoti është i shkujdesur. Me që njeriu i anashkalon fajet edhe Zoti anashkalon fajet. Njerëzit arrin të kenë këndvështrimin e tyre për Zotin sepse nisën nga besimi se ai është si ata. Jo, nuk është kështu. Kryesisht për shembull ata që merren me sport, futbollist, atlet apo vjen një kampionat futbolli siç do të vi së shpejti për shembull. Por na bën të besojmë se Zoti është interesuar për sportet. Për shembull, ata që janë sportistë bëjnë ato, bëjnë kryqin kështu, e kupton, Zoti do t'i ndihmoj, Zoti më ndihmoi, thot dikush, që të bëja golin, atë cep të portës, jo tek ai tjetri, tek ai këtej. Zoti më ndihmoi që ta fitoja garën, Zoti ishte në anën tonë sot, sikur Zoti ishte interesuar se kush do të fitonte ndeshjen me top. Tani Zoti nuk mban anë në askujt. Më lejoni ta them këtë fillimisht, ju mund thoni ti po gjykon futbollin, lojën, ndeshjen, si është puna, po futesh në këtë kategori, nuk dua të them këtë fare. Por kjo nuk ka lidhje, këto gjëra, ky ilustrim që thash nuk ka lidhje drejt për drejt me Zotin, sepse Zoti nuk është hajmali për sukseset tona në tokë. Nuk është hajmali. Por është sovrani absolut, standardet e cilit ne duhet i kërkojmë. E kemi thënë edhe para disa javë, Abraham Lincoln, që në kohën e tij, një president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ai do të ishte në një betejë dhe kishte thirrur generalet e tij para se të fillonin këtë betejë dhe njëri prej generalëve i tha, le të lutemi që Zoti të jetë në anën tonë. Si u përgjigj ai? Jo, le të lutemi që ne të jemi në anën e Zotit. I tha, ç'është kjo, Zoti të jetë në anën, ne të jemi në anën e Zotit në këtë gjë. Domethënë duhet ta kuptojmë që Zoti nuk është si njeriu. Ai nuk mendon siç mendojmë ne. Ai nuk vepron siç veprojmë ne. Ai nuk ka nevojë që të shohë gjërat nga këndvështrimi ynë, ne kemi nevojë të shohim gjërat nga këndvështrimi i tij. Prandaj tek profeti Isaia, vargjet njëra për ne në kapitullin 55 thuhet, duke qenë se mendimet e mia, thot Zoti, nuk janë mendimet tuaja. Nuk janë mendimet tuaja. As rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, thot Zoti. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Ne nuk e ndjejmë veten të plot sepse jemi të vegjël dhe të kufizuar, ai është i plot. Sepse është i pakufizuar, amen? Ai është i plot. Krishti, në fakt, është më shumë se sa siç njerëzit e quajnë njeri. Pali thotë që në të banon trupërisht gjithë plotësia e hynisë. Cili është kuptimi i plotësisë? Kur ne flasim për plotësinë, le ta kuptojmë pikë së pari që plotësi do të thotë e tërë, e plot, kaq, komplete. Është diçka komplet, e plotësuar, është e plot, është tërësia.
Pra mbaj mend disa udhëtime që kam pasur me personat që kemi shkuar ose tek të afërmit sido që të jetë. Zakonisht kur shkon për vizitë të mbushin tavolinën plot, duhet të hash. Kam pas raste se ne shqiptarët kemi edhe këtë traditë. Ha edhe këtë, provoj edhe këtë, dhe ndonjëherë ndihesh aq mbushur plot sa që thua, s'kam nevojë për asgjë tjetër. Kam fjalën për ushqimin, jemi të kënaqur. Tani në kontekstin frymëror, le ta kuptojmë këtë gjë, duke marrë në konsiderat jetën tonë me Krishtin. Jezusi është gjithçka që ne mund të kemi nevojë. Është gjithçka që mund të kemi nevojë. Ka pasur njerëz të shkolluar që thonë që nuk është gabim të besosh edhe në Krishtin. Dakor, duke renditur Jezusin si njërin prej perëndive që bota adhuron sot. Duke dashur që ta bëjnë atë të tillë. Po përballja me matematikën e mashtrimit të bën të reflektosh pak. Edhe kjo është matematika e mashtrimit, të fesë dhe të botës. Krishti duhet i shtosh diçka Krishtit. Krishti duhet i shtosh veprat e mira që të shpëtohesh. Dakor, beso te Krishti, po duhet të bërë ca vepra edhe të shpëtohesh. Krishtit shtoj traditën, do jesh i sigurt. Kështu thuhet. Shtoj dhe një hajmali, var në një top me hudhëra, në një patkua, çfarë do bësh apo ku di unë. Se mos marrim sysh, edhe ti je i sigurt që do jesh i mbrojtur. Krishti shtoi dhe pasurinë dhe ti më të bekuar se ty nuk ka njerëz. Ndërkohë që kjo matematik e bën vlerën e Krishtit të paplot. Që duhet plotësuar nga ne. Jemi në ata që e plotësokemi vlerën e plotësisë. Interesante, një gjë e tillë. Ndërkohë që matematika e qiellit, dini çfarë thotë? Është vetëm ky barazim. Krishti plus asgjë është gjithçka. Në traditën tonë shqiptare, kur na vjen një mik i shtrenjtë, ne mbushim tryezën. Në vërtet themi bukë e krip e zemër. Ama e duam atë person, ja valojmë i themi me çdo lloj ushqimi të mirë dhe mbushim tavolinën plot, madje përgatitemi nëse e dim një gjë të tillë. Po imagjinoni sikur tani ai miku të ulet në tryezën tuaj, edhe të hap çantën e të nxjerrë aty një sanduiç që ka një javë që e ka bërë. Mbase është mykur, nuk e di. Edhe fillon të hajë sanduiçin që ka marrë me vete në çantë. Do të ofendohesh apo jo? Sigurisht do i thosh oret, po nuk të mjafton, nuk mjafton gjithë ky bollëk që ke këtu përpara? Edhe në të vërtetë Zoti ka shtruar banketin e plotësisë në Krishtin për ne, kur ne vrapojmë pas horoskopëve, fallxhorëve, pas rregullave të botës, filozofitë të botës, për të fituar më shumë bekim. Unë e them në gjuhë metaforike, se nuk besoj që këtu ju besoni këtë horoskopi. Po, priremi pas gjërave të kësaj bote, çfarë ofron? Apo i shikoni mo? E nuk e di, domethënë si çdo gjë të kësaj bote, duke menduar që ne do të fitojmë më shumë bekim. Jemi duke ngrënë atë sanduiçin e mykur në tryezën e mbretit. Me të vërtetë. Jemi duke i thënë Zotit, Krishti yt nuk mjafton, më duan edhe këto gjëra të tjera. Duhet i shtojmë diçka Krishtit, sepse Krishti nuk mjaftoka në jetën tonë. Nuk ka asnjë gjë tjetër për cilën ne kemi nevojë kur jemi në Krishtin. Ne morëm gjithçka prej tij në momentin e shpëtimit. Tani nuk na mungon asgjë. Shikoni pak te Efezianët 1:3 që ne 1:3 që ne e lexuam, çfarë do të bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin, na bekime që vijnë prej së larti. Efezianët 1:7. Në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij thot dhe faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij. Shikoni te Efezianët kapitulli 1:11, në cilin ju vargu 11, në të cilin edhe u zgjodhëm për trashëgimi, duke qenë të paracaktuar sipas vendimit të atij që vepron gjithçka sipas këshillës së vullnetit të tij. Dini çfarë na mësojnë këto vargje? Për të treguar që bekimet e Zotit, këto vargje na tregojnë që bekimet e Zotit nuk janë me këste. Po ato jepen en blok, po të përdor këtë shprehje, në Krishtin. Në Krishtin. Shpengimi, çlirim nga skllavëria e mëkatit me anë të gjakut të tij. Drejtësia. Ai na dha drejtsinë e tij. Çfarë do të thotë kjo? Që domethënë ai bëri një shkëmbim Krishti. A mori mëkatet tona edhe ai na dha kë?
Drejtsinë e tij thuhet në fjalën e Perëndisë. Si thuhet tek letra e 2 Korintasve 5, edhe vargu 21 thot, sepse atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi, thot, drejtësia e Perëndisë. Ai u bë mëkat për ne, mori mëkatin tonë dhe në Krishtin e morëm drejtsinë e tij. Kjo na bën që ne të ndihemi të plot, sepse para Perëndisë ne mund të zotrojmë drejtsinë e vet Krishtit. Ne kemi Krishtin, për çfarë tjetër mund të kemi nevojë? Nëse nuk jemi të kënaqur me Krishtin, nuk kemi për të kënaqur me filozofi, nuk kemi për të kënaqur me fe, nuk kemi për të kënaqur me ndonjë gjë tjetër. T'ju a them këtë gjë sepse Pietri e kuptoi. Te Gjoni 6, Jezusi po fliste disa fjalë shumë të vështira. Lidhe me mishin e tij, me gjakun e tij, që ata nuk po i kuptonin. Edhe shumë prej dishepujve thanë që, shikoj se kjo gjuhë është shumë e ashpër. Është e rëndë. Kush mund ta dëgjojë këtë gjuhë? Edhe që nga i qasë shumë nga dishepujt e tij u tërhoqën dhe nuk estin më me të. Atëherë Jezusi u tha të 12-ve, a doni edhe ju të largoheni? Doni të largohesh një vendim? Atëherë Simon Pietri ju përgjigj atij, Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë jete të përjetshme. Amen? Ti ke fjalë jete te kush të shkojmë? Njënë çfarë tregoi Pietri këtu? Pietri tregoi që plotësia në Krishtin ndonjëherë nuk është komoditet, por është e vërteta e vetme për t'u pranuar. E vërteta e vetme për t'u pranuar. Te kush të shkojmë, Zot? Letra e 2 e Pietrit, kapitulli i parë, vargu 3 dhe 4, për shembull këtu jepen janë vargje kyç që flasin për shenjtërimin. Por shikoni në vargun 3, si thuhet, duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat, thot, sa i takon jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes atij që na thirrë përmes lavdisë dhe virtytit, me anë të cilave na udhëruan premtime shumë të mëdha dhe të çmueshme, që nëpërmjet tyre të bëheni pjesëtarë të natyrës hyjnore, pasi u aratiset nga prishja që është në botë për shkak të epshit. Shikoni vargun 3, thot, duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat sa i takon jetës dhe perëndishmërisë. Çfarë thot Pietri këtu? Pietri thot që ju keni gjithçka që ju duhet për jetën dhe perëndishmërinë në Krishtin. Gjithçka që ju duhet. Nuk ka nevojë që për sekrete të tjera për të rritur, por për të njohur më thellë atë që tashmë e keni. Njiheni më thellë atë që keni, Krishtin. Amen? Njiheni më thellë atë. E keni marrë tashmë. Keni gjithçka që ju duhet, sa i takon perëndishmërisë, sa i takon jetës. Njiheni Krishtin, që të përjetoni atë natyrë hyjnore të Perëndisë. Plotësia e besimtarit, le të flasim për këtë sepse kjo është diçka që ka lidhje me atë që po shohim së bashku. Kolosianët 2 dhe vargu 10 thotë, dhe ju jeni të mbushur në të. Është e njëjta fjalë që përmendet për plotësinë, dhe ju jeni të plot në të. Ky është kuptimi. Edhe ju jeni të plot. Jeni të mbushur në të, i cili është kreu çdo principate dhe pushteti. Jeni tashmë dan. Jeni të plot. Jeni të mbushur. Është bërë, është kryer. Jeni. Çfarë kërkoni? Pse kërkoni që të mashtroheni nga filozofia e botës, nga elementet e dobët të kësaj bote, të mashtroheni nga shumë gjëra që bota ofron, të bombardoheni me mendimet edhe gjërat e njerëzve në botë? Ju keni Krishtin. Edhe ju jeni të mbushur, jeni të plot në të. Pjekuria dhe rritja frymërore shkon në proporcion të drejtë me besimin që ne ushtrojmë. Si ta kuptojmë këtë gjë? Ja, do të jap një ilustrim, për shembull, që keni pyetur dikën ndonjëherë ose ndoshta edhe veten tuaj. Se ndodh. Por ai i plotësuar, ai i plot, të mungon ndonjë gjë në jetën tënde? Mua më ka ndodhur që bëjmë këto pyetje ndonjëherë, a të mungon ndonjë gjë, dhe ka dhe prej nesh që përgjigjen, për shembull, nëse pyet dikë dhe thotë, shiko, sikur të kisha filan punë, sikur të kisha këtë karrierë, për shembull, atëherë do të ndjehesha më i plot. Nëse do të kisha një burr apo grua, një bashkëshorte, do të isha më i plot. Por nëse do të kisha një punë më të mirë me që e fillova me punën, atëherë unë i kam përkushtuar jetën time Zotit dhe edhe oferta do t'jap më shumë.
por do të ndihesha më mirë. Nëse do të kem këtë, do të ndihem më mirë. Edhe Bibla thot, ju jeni të mbushur në të, ju jeni të plot në të. Problemi është se shumica prej nesh, ose le ta them një pjesë prej nesh, se ndoshta shumica është kategorizimi i madh. Por një pjesë prej nesh, ndoshta mund ta themi me gojë, ndoshta mund ta mësojmë përmendesh këtë vargun. Por realisht nuk e besojmë. A e besojmë të vërtet një gjë të tillë? Dhe kur ajohemi, biem në depresion dhe themi sikur të kisha këtë, sikur të kisha atë, sikur të kisha edhe këtë, sikur të kisha edhe atë, do ndihesha më i plot. Por le ta mësojmë mirë këtë. Shiko, të duash diçka nuk është keq, mos më keq kuptoni. Disa gjëra që ne i duam janë të mira, dhe unë do të marr ca ilustrime pastaj, por le ta besojmë këtë që thot fjala e Perëndisë, që ju jeni të mbushur në të. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk ka ndonjë hapësirë këtu sepse nuk besojmë atë që fjala e Zotit e thot qartë, po nëse themi për shkakun që un kam nevojë edhe për këtë, edhe për atë, do të kam nevojë dakord për Jezusin, por dua edhe këtë. Dua që ai të sigurojë për mua për këtë gjë. Atëherë them që, prit sepse un kam nevojë për më shumë se sa Krishtin. Është mirë kur themi që Zoti të më sigurojë diçka që më duhet tani, por në koncept, vëllezër motra, në jetën tonë, në gjithçka që ne kemi dhe jemi, Krishti duhet të mbush jetën tonë. Edhe ne duhet jemi të kënaqur me faktin që ai është plotësia e jetës tonë, që ai mbush jetën tonë. Edhe kjo është zemra baritore e mesazhit, që pali diagnostikon problemin e boshllëkut. Është një boshllëk brenda njerëzve. Ai argumenton se boshllëku nuk vjen nga mungesa e bekimit. Besimtarët ndonjëherë ndihen bosh, nuk kam pse të ndihen bosh. Po ne themi për shembull, jam bosh sepse kam mungesë bekimi. Jo, në fakt problemi nuk është mungesa e bekimit, por mungesa e besimit në bekimin që tashmë Zoti më ka dhënë. Kjo nuk është lojë fjalësh. Prek atë psikologjinë e besimit që është ndjenja e pamjaftueshmërisë që shpesh më çon mua që të kërkoj zvendësues, të kërkoj atë që rëndom mund të quhet idhujtari. Edhe ndonjëherë dhe gjëra të mira, për shembull si një punë më e mirë apo edhe shërbimi në kish, ndonjëherë përpiqet të zvendësoj se kush jam unë me vlerën që marr nga ajo që bëj. Ja do ta shpjegoj se si është puna. Kur flet që njeriu ndihet i pamjaftueshëm, ai kërkon diçka tjetër që t'i jap vlerë, që t'i jap siguri. Për shembull, dikush është i ri në besim dhe përpiqet që të shërbejë në kish me sinqeritet, me dëshirë, edhe me pasion, edhe me pastërti. Mirë po ndodh që nuk ka sukses gjithmonë. Ndodh që të tjerët nuk e vlerësojnë. Edhe ai mendon, thotë që po unë jam si pamjaftueshëm, nuk ndihem plot. Sepse ai mendon që e ka vënë vlerën e tij tek shërbimi. Dhe jo te Zoti. Vlera e njeriu nuk duhet vënë tek asnjë gjë sa do e mirë të jetë ajo. Vlera e dikujt është tek Zoti. Le të mos harrojmë një gjë të tillë. Zgjedhja nuk është të bëjmë më shumë, por të mendojmë dhe të besojmë ndryshe. Le ta besojmë që të zgjedhim me vetëdije, të besojmë atë që thot Bibla për ne edhe kur ndjenjat thonë të kundërtën. Nëse Zoti e thot që unë i takoj atij, unë jam i plot në të, pavarësisht se çfarë mund të më thonë ndjenjat, le ta besoj një gjë të tillë. Besimi nuk udhëhiqet nga ndjenjat, por nga e vërteta. Ndjenja thot nuk vlej sa duhet, e vërteta biblike thot unë jam i pranuar nga Zoti, jam i dashur për të. Shikoni, ka një ndryshim shumë të madh. Le të marr rastin e një adoleshente që është në grupin e të rinjve, vjen aty edhe përpiqet të shërbejë Zotit, është në kohë që rritet, mëson, vjen në kish, shkon në shkollë edhe i duket vetja si e padukshme. Edhe për të pasur një lloj ndikimi dhe vlere ndaj vetes, çfarë bën? Do që të marr like në jetën e saj. Përpiqet të jetë e përsosur në rrjetet sociale, që të duket cool përpara njerëzve. Edhe këtë thotë errësira në fakt që vlera jote vjen nga njerëzit. Drita thotë që vlera jote vjen nga Zoti. Ky është ndryshimi. Pavarësisht se çfarë ndjenjash mund të kemi, çfarë presioni mund të kemi nga bota, le ta besojmë një gjë të tillë që vlera jon nuk vjen nga bota.
por vlera jonë vjen nga Zoti. A e besojmë atë që thot Zoti për ne, që thot Zoti për mua. Të zgjedhësh dritën edhe kur ndjenjat janë në errësirë. Zgjedh dritën. Drita e Zotit e davarit atë mjegullën. Fjala e Zotit është e qartë. Le ta lejojmë fjalën e Zotit të ndriçojë sepse është dritë. Amen? Është dritë. Ka këshillën e duhur Zoti. Drita nuk vjen kur ndjenjat ndryshojnë, por kur zgjedhim të besojmë të vërtetën. Kështu që çfarë na duhet të bëjmë ne? Të sfidojmë mënyrën se si mendojmë, të mos e marrim ndjenjën e pamjaftueshmërisë si të vërtetë absolute, sepse ndodh që priremi nga ndjenjat dhe jemi qenie njerëzore, Zoti na ka bërë emocional, patjetër, kemi ndjenja dhe emocione, por ta nënshkruajmë mendjen ndaj së vërtetës biblike. Kjo është sfida që kemi. Le ta nënshkruajmë mendjen aty, le të besojmë dhe të themi që, hey, çfarë konsiderojmë ne të vërtetë? Edhe kur mendja dhe emocionet janë kundër. Kjo është lufta që kemi, sfida që kemi. Me fjalë tjera, nuk po mohojmë si ndihemi, por po refuzojmë që ndjenjat të kenë fjalën e fundit në jetën tonë. Fjalën e fundit e ka fjala e Zotit, amen? E vërteta e tij. Ajo duhet ta ketë fjalën e fundit. Jemi të mbushur me gjithë çfarë Krishti ka. Besimtari nuk është një gotë gjysmëbosh. Që përpiqet të mbushet përmes veprave fetare. Besimtari është një enë e vendosur në ujëvarën e pandërprerë të hirit të Krishtit. Ne nuk kemi nevojë për më shumë shpëtim, për më shumë pranim, për më shumë autoritet. Ne kemi nevojë vetëm të kuptojmë dhe të përvetësojmë atë që kemi, që Zoti na ka dhënë. Amen? Të njohim Krishtin dhe më shumë. Dakor, thua, tingëllojnë mirë nga ana teorike, të gjitha këto që the, dhe në fakt kjo është një pjesë e doktrinës, sa i takon plotësisë në Krishtin, gjithçka që unë ju thash. Po a ka një anë praktike kjo gjë? Sigurisht që po. Le të shohim për pak minuta, jo gjatë. Pse besimtarët nuk ndihen të plot? Je ulur këtu, i dëgjove të gjitha këto dhe the, sa bukur tingëllojnë. Pse besimtarët nuk ndihen të plot? Së pari, për shkak të mëkatit në zemrën e tyre. Ta dini që mëkati në jetën e dikujt e pengon fuqinë e Perëndis që të shfaqet tek ai. Një ilustrim nga Dhjata e Vjetër, Asa, mbreti i Judës, ishte në një pozitë vështirë sepse Izraeli do ta sulmonte. Ato 10 fiset e tjera do sulmonin mbretërinë e Judës, edhe Asa ishte mbreti. Asa pati frikë dhe nuk gjeti mbështetjet e Zotit, po e dini çfarë, i kërkoi ndihmë mbretit të Sirisë, Ben-Hadadit. Edhe shikoni se çfarë thot Zoti, në të vërtetë Zoti me sytë e tij shikon përpara dhe mbrapa tërdheun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë zemër të ndershme ndaj tij. Në këtë ti ke vepruar si një i pamend, prandaj tani e tutje do të kesh luftra. Ku është fuqia e Zotit në jetën e tij? Kur ne ruajmë mëkat në zemër, nuk e përjetojmë fuqinë e Perëndis në jetën tonë. Te letra e 2 të Timoteut, kapitulli 2, prandaj ndihemi bosh. 2 Timoteut 2, vargu 19-21 thuhet, megjithatë themeli i fortë i Perëndis qëndroni patundur dhe ka këtë vul. Zoti i njeh të vetët dhe le t'i largohet pautësisë kushdo që përmend emrin e Krishtit. Në një shtëpi të madhe nuk ka vetëm enë prej ari dhe argjendi, por edhe prej druri dhe balte, disa për të nderuar, të tjerat për të çnderuar. Pra nëse dikush pastrohet nga këto gjëra, do të jetë një nderje e shenjtëruar dhe dobishme për Zotin, e përgatitur për çdo vepër të mirë. Nuk kemi për të ndjerë të plot, derisa të kemi pastruar enën tonë nga mëkati. Kur mëkatojmë, ndihemi keq. Ju ndodh kjo apo jo? Pasi ke mëkatuar. Ju vret ndërgjegja, nuk jeni rahat. Do thoni, Zot, unë kam nevojë të bie në gjunjë përpara te. Të bëj një dush me gjakun tënd, Zot Jezus, praktikisht. Të më lash ndërgjegjen time me gjakun tënd nga veprat e vdekura të mishit. Kemi nevojë. Mëkati bllokon përjetimin e pranisë së Zotit. Jo shpëtimin, ëh? Jemi të qartë, Zoti na ka shpëtuar. Po për shkak sepse ruajmë mëkatin, nuk ndihemi të plot. Një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme kjo, ju lutem. Për shkak të një fryme që nuk fal. Nuk ndihesh i plot. Ju më thoni si mund të ndodhë kjo? Ju kujtohet ngjarja, ajo historia tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 8, çfarë ndodhi aty? Skribët e farisejt sollën tek Jezusi një grua, për cilën thanë që kjo
ka shkelu kurorën dhe është kapur në flagrancë, thuhet në fjalën e Zotit. Edhe i thanë Jezusit, ja, kjo është, çfarë do të bësh ti tani? Do të japësh dënim kësaj? Sipas ligjit, gratë të tilla duhen vrarë me gur. Ju kujtohet, besoj historia? Jezusi ul për dhe me gishtin e tij, po shkruante diçka. Por nëse ajo grua ishte kapur në flagrancë, edhe këta kishin sjell vetëm gruan, edhe ajo ishte kapur në flagrancë, ku ishte burri? Se në ligj thuhet do të dënohen të dy. A mos ndoshta ishte njëri prej tyre, a mos ndoshta ishte ndonjë afërm i tyre? Ku është ai tjetri? Nëse Jezusi po shkruante diçka, nuk thuhet në fjalën e Zotit se çfarë po shkruante. Por Jezusi tha një gjë, një fjali. Kush prej jush është pa mëkat, e përdorim edhe këtë shprehje ndonjëherë, le të hedh gurin e pari. Mendo pak të ndihesh përpara birit Perëndis. Një fjali tha ai, nuk çfarë fuqi ka pasur. Është si ti je para gjyqit. Edhe në Bibël thuhet ata të bindur, thot, nga ndërgjegja e tyre. U larguan, një nga një. Edhe mesazhi që përcillet aty është që nëse unë mund ta perifrazoj pak, tha, ata që mund të dënonin, tha, nuk të dënuan. Unë që mund të të dënoj, tha Jezusi, u po të fal. Jezusi do të derdhte gjakun në kryq. Amen. Po prapi, tha, shko mos mëkato. Nuk bëhet çaka me Zotin. Shko dhe mos mëkato më. Jezusi të shpëton nga vdekja, amen? Po kjo nuk do të thotë që të vazhdosh ashtu. Se me Zotin nuk bëhet çaka. Ai mund të marrë para kohe. Në rast se vazhdon ashtu. Kujdes, sepse me Zotin nuk bëhet çaka. Ai vërtet na jep faljen, jetën e përjetshme, por Zoti është Zoti. Është i shenjtë, është i drejtë. Është i dhemshur, patjetër. Plot dashuri. Jemi në hir, themi që jemi të lirë në Krishtin, por liria nuk është patent për të mëkatuar. Duhet kemi kujdes, gjëra që i dim në këtë kish, por ata u bindën nga ndërgjegja dhe u larguan një nga një. Ne shpeshherë jemi fajtor nga që nuk duam të falim. Nuk duam ta falim tjetrin. Megjithse qëndrojmë fajtor, po aq sa të tjerët përpara Zotit. Po aq sa që janë të tjerët ne qëndrojmë fajtor. Edhe nuk falim të tjerët. A nuk është absurde kjo gjë? Mosfalja i hap rrugë rrënjës së hidhërimit, duke u bërë të hidhur ndaj dikujt. Edhe kjo është shkatruese. Shikoni çfarë thuhet në fjalën e Zotit tek Hebrejt kapitulli 12. Duke u kujdesur, thotë, që askush të mos mbetet larg hirit Perëndis, se mos mbi ndonjë rrënjë hidhur dhe të turbulloj dhe me anë të saj të ndoten shumë njerëz. Besimtarët që ruajnë nat brenda tyre bëhen toksik. Bëhen toksik. Jo vetëm që shkatrojnë jetën e tyre, por helmojnë dhe të tjerët. Toksik nga ana shpirtërore. Edhe kjo frymë e mosfaljes e shuan frymën dhe e bën atë besimtar të ndihet i paplot. Duhet të shtoj hakmarrjen time, hidhërimin tim mbi Krishtin. Sa e rëndë që është. Shuan frymën, edhe nuk ndihesh i plot. A ke një njeri ti që je i hidhëruar ndaj tij? A mund të pajtohesh me të kërkosh falje nëse ke mëkatuar, nëse ai ka bërë diçka kundër teje, nuk ka ardhur, nuk është aq shqetësuese për ty, mund ta falësh përpara Perëndis, edhe nëse ai nuk vjen të kërkuar falje.
Ti e falë të. Edhe lëre në dorën e Zotit situatën. Ti falë. Sepse Krishti ka falur. Krishti ka falur. Mundesh ta bësh për shkak të ecesh në mish, është diçka tjetër që ne e dim shumë mirë në fjalën e Zotit, por kjo na bën që të ndihemi të paplot, të pamjaftueshëm, të papërshtatshëm. Pali thot, por po them eci në frymë dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit. Pse e thot Pali një gjë të tillë? Sepse ose jemi duke ecur në frymë, ose jemi duke ecur në mish. Dhe duke vënë besimin në mish, çfarë ndodh me ne? Ne, si thuash, nuk përvetsojmë fuqinë e frymës, edhe ndihemi të paplot, sepse ecim në mish, nuk ndihemi të plot. Gjithmonë na duhet diçka tjetër që të mbushim veten. Dualizmi i brendshëm i besimtarit, të ndihesh i plot, kërkon të ushqesh natyrën e re. Ne duhet të ushqejmë natyrën e re, ta duam Zotin, të duam fjalën e Tij, të duam bashkësinë me njëri tjetrin. Këto gjëra na plotsojnë. Një gjë tjetër është për shkak se ka besimtarë që e krahasojnë veten me të tjerët. Edhe për shkak se e krahasojnë veten me të tjerët, nuk ndihemi të plot. Shikoni çfarë thuhet në fjalën e Zotit. Sepse nuk guxojmë të renditemi, thot Pali, ose të krahasohemi me ata që e rekomandojnë veten e vet. Kishte njerëz në Korint që thoshin, ja, unë jam më i mirë se tjetri, edhe në fakt ky është një gabim, thot, por ata duke matur veten me veten e tyre dhe duke krahasuar veten me veten e tyre, nuk janë të mençur. Nuk janë të mençur. Gjithmonë do të jetë dikush që është më i talentuar se ty. Do të jetë një mësues më i mirë se sa ty. Do të ketë të tillë, patjetër. Edhe ti thuaj që unë ndihem se diçka më mungon, në fakt nuk të mungon asgjë. Nuk të mungon asgjë. Pali e quan marrëzi krahasimin horizontal. Plotësia është vertikale. Amen? Plotësia është vertikale. Në Krishtin ne jemi të plot. Zoti do të përdorë ashtu si të ka bërë ty. E duhet kënaqesh ashtu siç je. Sepse Zoti është ai që të ka bërë ashtu, edhe jepi lavdi atij me dhuntin që të ka dhënë. Për të shërbyer atij në gjendjen që je. Një tjetër, pse nuk ndihemi të plotë, është për shkak se nuk e kemi fokusin e dur, dhe me këtë do ta mbyllim për sot. Ju kujtohet historia e Martës dhe Maris, është një histori shumë e njohur. Jezusi shkon për vizitë në shtëpinë e tyre dhe ndodhi që ndërsa ata puthtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua me emër Marta e priti në shtëpinë e vet, dhe ajo kishte një motër që quhej Maria, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij. Por Marta ishte tepër e zënë nga shërbimet e shumta. Dhe mbasi u afrua tha, Zot, a nuk do të dish që ime motër më la vetëm të shërbej? Interesante. I thuaj pra të më ndihmoj, por Jezusi duke u përgjigjur i tha, Mart, ti po shqetësohesh dhe mundohesh. Vjen re fjalët e Jezusit. Dhe mundohesh për shumë gjëra. Por një gjë është e nevojshme dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë, që asaj nuk do t'i hiqet. Tani, kjo është sindroma e Martës. Ta shpjegojmë pak sindromin e Martës, jo gjatë, besoj se kuptohet nga pasazhi, por sindroma e Martës është që besimi se vlera ime varet nga sa unë prodhoj për Zotin. Dhe jo nga kush jam unë në të. Ja le ta them ndryshe. Punojmë kaq fort, kaq shumë, sa që nuk ndihemi të mbushur dhe të plot. Do të thonë vlerën tonë e bën shërbimi, ajo që mundohemi, mundyn, dhe jo fakti se kush jemi ne në Krishtin. Në qoftë se Krishti nuk të mbush, shërbimi nuk të mbush. Shumë e rëndësishme. Mund të mundohesh edhe kujtojmë se plotësia bazohet tek mundi ynë. Dhe gjithmonë do të ndihemi sikur nuk bëjmë mjaftueshëm. Nuk ndihemi të plot, ndërkohë që Bibla thot ne jemi të plot në të. Pa të nuk jemi të plot, pa Krishtin. Jo pa shërbimin. Ku është vlera jonë? Vlera jonë është te Krishti së pari. Amen. Për shkak se ai mbush jetën tonë, ne kemi të natyrshme të shërbejmë Zotin. Ndonjëherë duhet ta disiplinojmë veten, dakord jam, por Krishti mbush jetën tonë. Në qoftë se Krishti mbush jetën tonë, ai do drejtojë jetën tonë. Amen.
Është shumë normale një gjë e tillë. Pali e mbyll me pjesën e dytë në vargun 10 dhe thotë dhe ju jeni të mbushur në të. Ka mbar fund, ka mbaruar. I cili është kreu i çdo principate dhe pushtet. Ja këto dy fjalët që unë ju thash më përpara që ti mbaj mend. Në fjalën e Zotit këto gjenden së bashku për t'ju referuar principatave dhe pushteteve në vendet qellore. Për shembull te Kolosianët kapitulli 2 dhe vargu 15 thuhet mbasi i zhveshi principatat dhe pushtetet. Ja ku i keni. I turpëroi botërisht duke ngadhnyer mbi ata nëpërmjet tij. Në kryq, Krishti. Dini çfarë bëri Jezusi kur ai shkoi në drurin e kryqit në Kalvar? Jo vetëm që na shpëtoi ne nga fuqia e vdekjes dhe mëkatit, po ka dhe një zbatim frymëror sa i takon pushteteve dhe fuqive, principatave në vendet qellore, ëngjëve të Satanit, demonëve. Ai u tregoi atyre i zhveshi lakuriq, thuhet në fjalën e Zotit. Ja tregoi botës haptazi. Ja shlyerja e vërtet për mëkatin. Ja e vërteta. Ja fitoria mbi mëkatin. Demonët, ëngjët e Satanit, edhe djalli vet nuk ka më pushtet. Nuk ka më pushtet. Pushteti i Satanit kush është? E ke bërë 2. Vdekja. Jezusi përmes kryqit nuk dështoi, nuk ishte dështim. Ishte një triumf. Amen? Sepse Jezusi vërtet vdiq, pagoi pagesën e mëkatit që është vdekja. Po ai është i gjallë. Jezusi jeton, ai e mundi vdekjen në fakt edhe. Kjo është fitoria. Kështu që për besimtarin do të thotë që plotësia përfshin edhe mbrojtjen totale. Mbrojtjen totale nga Zoti. Frika nga mallkimet, nga magjia, nga fati i keq, siç e thon njerëzit, është e papajtueshme me besimin te Krishti, sepse ai është mbi të gjitha këto. Asnjë mallkim s'të zë, këndojmë një këngë ne për Krishtin. Amen? Po ai ne jemi të plot në të. E njëjta mbrojtje e tij është për ne gjithashtu. Sepse Zoti është bekimi ynë. Ai është mbrojtja jonë. Ai është shkëmbi ynë ku gjejmë stre. Ai është kështjella jonë, thot psalmistit e Psalmi 18. Ai është gëzimi i zemrës tonë. Ai mbush gjithçka. Edhe nëse ke rreth rrotull njerëz në këtë botë që thonë që ti nuk ja vlen, ti nuk je i plot, ty të duhet dhe kjo dhe ajo, a mund të thuash që mua Krishti më mjafton? Ai mbush jetën time. Çdo gjë tjetër është irelevante. Zoti do të sigurojë për mua, por ai më mjafton. Krishti mbush jetën time. Nuk duhet i shtoj ndonjë gjë atij. Nëse ai siguron diçka për mua, lavdi atij. Amen. Zoti e bëri. Por ai është gjithçka për mua. Ai është jeta ime. Unë jam i mbushur në të. Jam i plot në të. Nuk mund t'i shtoj dot asgjë plotësisë së Krishtit, sepse ai është Zoti i jetës time. Le të ulim kokën gjithë. Nëse jemi të plot në Krishtin, thot Pali, atëherë nuk ka asgjë, nuk ekziston askush, nuk ka asnjë lloj force, asnjë lloj pushteti, asnjë lloj principate, në tokë, mbi tokë, apo poshtë kësaj toke, ose kudo tjetër në këtë univers, që të ketë ndonjë pushtet apo autoritet mbi ju, nëse ju i përkisni Zotit Jezu Krisht, sepse ne jemi të plot në të. Gjoni thotë, letër pari Gjonit 5, vargu 20, ne dim se biri i Perëndisë erdhi edhe na dha të kuptuarit, që të njohim të vërtetin, dhe jemi në të vërtetin. Në birin e tij Jezu Krisht, ky është i vërteti Perëndi dhe jeta e përjetshme. Vula e sigurisë. Ne njohim të vërtetin dhe ne jemi në të. A duam ne një filozofi për të jetuar? A ke nevojë ti për një filozofi për të jetuar? Gjithçka që kemi është në Jezusin. Ai erdhi që të na jepte jetë dhe të kuptuarit. Nuk kemi për ta kuptuar jetën askund tjetër.
Ftesa për secilin prej nesh është kjo. Braktisi kërkimet e kota për plotësi jashtë Krishtit. Braktisi, hiqi, lërim njanë. Gjej preje në veprën e tij të përfunduar. Njihe bekimin që Zoti ka dhënë tashmë brenda teje. Njihe përmes fjalës së tij në jetën tënde të përditshme. Thirr si pali, Zot, unë dua të të njoh ty edhe më shumë. Po shlloku nuk është për shkak të mungesës bekimit, po për shkak të besimit tek bekimi që Zoti na ka dhënë. Ai besojmë në atë, ai besojmë fjalës së Zotit. Zoti është i denjë, edhe ai mbush çdo gjë. A mbush ai jetën tonë? Bibla thotë ju jeni të mbushur në ta, është e vërtetë për ty. A mbush Zoti jetën tënde? A mos ndoshta ke mëkat në zemër? Ndoshta ke një frymë që nuk fal. Ndoshta ecë në mish apo e krahason veten me të tjerët apo nuk e ke fokusin e dur. Thuaj Zotit, Zot, unë dua që ti të mbushësh jetën time sot. Thuaja Zotit, marrim pak momente në heshtje, nëse ai të ka folur, atëherë kërkoj Zotit ndihmë dhe reflektojmë për atë që ai na jep. Uat, faleminderit. Faleminderit për të vërtetën tënde, Zot, është një vërtet çliruese. Faleminderit, Zot, që ti na ke dhënë gjithçka dhe ne mund të ndihemi të plot në ty, të mbushur në ty, Zot. Faleminderit për fjalën, o Zot. Faleminderit që kjo botë kalimtare nuk mund të mbush shpirtin e askujt, përndryshe ti nuk do të vije në këtë botë si një njeri për të na dhënë mbushëllinë e të vërtetës tënde përmes frymës brenda zemrave tona, brenda qenieve tona. Faleminderit Zot që ti mbush universin. Zot Jezus, faleminderit që ti nuk ke thjesht cilësi të vyera, apo nuk është se ke thjesht natyrë hynore, por ti zotëron qenien e Perëndis. Ti je Zoti, ti je vetë natyra hynore, Zot. Faleminderit. Faleminderit që ne mund të të besojmë ty, të ecim me ty, të të ndjekim ty, të jetojmë për ty, të të duam ty, Zot. Na ndihmo, Zot, jemi dhënës, falës, të dashur, sakrifikues, vetmohues, njerëz që të çmojmë ty duke treguar me jetën tonë. Faleminderit, Zot, për gjitha gjërat. Na ndrysho. E na ndihmo, Zot, që jeta jonë të jetë vetëm për lavdin tënde. Që kjo botë të shikojë dritën e Ungjillit. Dhe Zot, jemi njerëz që reflektojmë dritën tënde në botë. Faleminderit, Zot, për këtë privilegj që na ke dhënë, që t'u hapim syt njerëzve me anë të dritës së Ungjillit. Zot, sa bekim. Përdor, Zot, secilin prej nesh, që të jemi të plot. Ashtu siç ti na thua, praktikisht, se plotësia jonë do të mbush jetët e të tjerëve përmes Krishtit, sepse ti, Zot, mbush jetën tonë. Faleminderit për gjitha. Në emrin tënd të çmuar lutem. Amen.